Një tjetër situatë e tensionuar është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, këtë herë mes Nikoles dhe Mirit, ku debati ka kaluar në tone shumë të rënda. Gjatë përplasjes mes tyre, Nikole ka përdorur një akuzë shumë të fortë, duke ju drejtuar Mirit me termin pedofil, me deklaratë që ka shtangur banorët e tjerë. Pas kësaj fjale, situata është përshkallëzuar menjëherë, ndërsa tensioni në shtëpi është rritur ndjeshëm. Banorët e tjerë kanë ndërhyrë duke e pyetur Nikolen, pse i the ashtu? Pse përdore atë fjalë? Debati ka vijuar për disa momente, ndërsa të gjithë janë fokusuar te rëndësia e fjalës së përdorur dhe pasojat që mund të ketë një akuzë e tillë brenda dhe jashtë shtëpisë. Ky moment ka shkaktuar reagime të shumta edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit e spektaklit kanë kërkuar sqarime dhe masa nga produksioni, duke e konsideruar situatën si shumë serioze. Mbetet për të parë nëse ky incident do të trajtohet në prime dhe nëse do të ketë pasoja për banorët e përfshirë në këtë përplasje.